Asnjëherë në takime konstituive, sepse ky takim që vazhdon çdo 48 orë ose kjo mbledhje e deputetëve brenda 48 orëve që po ndodh në Kuvendin e Kosovës, nuk ka ndodhur asnjëherë që të kemi përpjekje që një proces të votimit të ndryshohet pastaj në mënyrë gjatë rrugës. Nëse ish kryetari i Kuvendit, zoti Glau Konjufca, në takimin e kryesisë ka marrë vendim që të ftohet mbledhja konstituive dhe kryesia ka vendosur që të hyhet në votim të hapur. Nuk ndodh që në një proces i cili tashmë është në rrugë sipër, të thuhet hajde tash ta ndroj formën e votimit se kjo nuk po shkon, të vendosim një formë tjetër votimit. Këtë nuk e thot rregulloria e Kuvendit. Dhe me që nuk ka pas precedane të tilla, unë besoj që gjykata kushtetuese që ka tashmë një kërkesë të deponuar nga grupi Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, do të na qartësoj rrugën tonë se cila është e drejta, apo vepron drejt grupi që po kërkon që të ndrohet forma e votimit, apo kemi të drejtë ne që po bazohemi në rregullore dhe po themi që nuk ka pasur të kaluar në raste kur seancat konstituive në procese sipër ka ndruar formën e votimit. Këtë do ta thotë më së miri një vendim që pritet shumë shpejt të vijë në Kuvendin e Kosovës, se mbasi do t'i hap rrugë edhe kësaj blokade që e kemi në një proces votimit. Unë këtë përpjekjen për të ndruar formën e votimit jeton e shumë përpjekje vetëm për të zvaritur procesin, ose më mirë të them përpjekje që të mos thuhet se po dështon votimi për zonjën Haxhiu, por po dështon votimi për mënyrën e votimit. Nuk e shoh që mund të ketë vot ose ndryshim të votës së deputetëve një proces të mbyllur të votimit. Megjithatë, kur propozohet për shembull ky versioni për me bë një votim të mbyllur, a ka pretendime ose a është qëllimi që dikush nga subjektet shqiptare po flas që në votim të hapur nuk e ka mbështet, mundet me mbështet në votim të mbyllur? Apo kjo është ideja, sepse nuk ka variant tjetër. Deklarat shumë të çuditshme të zonjës Haxhiu tha që ka deputet të partive tjera që në votim të hapur janë të gatshëm të votojnë. Unë nuk e di ku e ka bazuar këtë qendrim. Në votim të mbyllur. Të mbyllur në fakt, po. Në votim të mbyllur. Unë nuk e di në çfarë ka bazuar zonja Haxhiu një deklaratë tillë, sepse qendrimet e deputetëve tashmë janë publike. Mua më vije keq është njëri prej rasteve të rralla kur asnjë deputet i partive tjera në Kuvendin e Republikës së Kosovës nuk ka pasur një deklaratë mbështetëse për nominimin e zonjës Haxhiu. Ne jemi kolegë brenda Kuvendit të Kosovës, pavarësisht që ndajmë qëndrime të ndryshme politike, vazhdojmë të punojmë bashkë në Kuvendin e Kosovës edhe me subjekte tjera politike, në këtë rast edhe me deputet të lëvizjes vetëvendosje që kanë qenë për shumë komisione parlamentare bashkë, por nuk kam dëgjuar ende prej mbarimit të zgjedhjeve ose nominimit, më mirë të them, të zonjës Haxhiu, një deputet të partive tjera parlamentare që është deklaruar në favor të kandidaturës. Prandaj nuk shoh që votimi i mbyllur mund të zgjidhë diçka në këtë drejtim, sepse deputetët janë të lirë që me kushtetut të thonë qëndrimin e tyre, nuk ka asnjë barikadim ose përpjekje të grupeve politike që t'ju thotë votoni ose mos e votoni. Te ne ka deputet që kanë shumë mandate, edhe në gjitha takimet tona nuk ka pas vullnet politik që ne të votojmë në favor të një kandidature, e cila në radhë të parë nuk e reprezenton Kuvendin e Republikës së Kosovës. Pra po i them, nëse i kthehemi 2017-18, sepse arkiva është përballja më e mirë për me pa shpërfaqjen politike dhe mënyrën se si ka degraduar sot një parti e cila gjatë gjithë kohës ka marrë eleksione, për shembull nëse shohim në kohën kur është nominuar zoti Veseli për kryetar të Kuvendit, deklaratat e vetë Kurtit kanë qenë që ne nuk e pranojmë, duhet ta ndrojmë kandidatin, ta kenë një kandidat i cili përfaqëson unitetin e deklarata tilla, për me thënë troq asnjëherë të vetme. Lëvizja vetëvendosje nuk ka votuar asnjë kandidat që nuk ka qenë pjesë e këtij grupimi politik.
asnjë amandament, asnjë propozim që ka ardhur nga opozita e mandatit kaluar, asnjëherë nuk është mbështetur, me përjashtim nëse zgabuam një amandament i vetëm i LDK-s, nuk e di me çka është lidhur, e di që ka marrë mbështetjen vite më parë, asnjë përpjekje për të ndërtuar një raport bashkëpunimi. Blert, hajde të mundohem të bëjmë një farë zgjidhje për kësaj studio edhe si propozim. Po e zem, mu votu që i komisioni, hipotetikisht po themi, mu votu që i komisioni për votim të fshet edhe e votojnë edhe subjektet opozitare. Votohet, a ka mundësi, për shembull, mu votu edhe partitë të cilat kanë qenë ish opozit, me lshu seancën, që mundo shapi për i sheqerit, që mos mjushti në on blok PDK, LDK, AAK, edhe lista serbska, sepse zakonisht në këtë po trumpetohet vazhdimisht. Për shembull, deputeti Faton Pecin, qofse s'gaboj, e ka thonë edhe një plans, diçka e ka boj, ka marrë ato inicialet e subjekte politike edhe e ka boj si një tërsi. A ka mundësi për shembull të votohet që ky komision edhe të tërhiqen subjektet e ish opozitës, edhe të shohim me votat të kujt po zgjidhet Albulena Haxhiu që të ndajna një herë për gjithmonë kush kanë për mbështet. A bëhet kjo punë? E para, na nuk marrim pjesë në një proces të votimit i cili bie ndesh me rregulloren e kuvendit. E dyta, sa i përket deklaratave për listën sërbska, çka kemi pa jeton gjatë kësaj kohe në media? Kanë qenë shumë mesazhe të cilat janë nxjerrë nga mediat, e që kanë folur për përpjekje të eksponentëve të cilët kanë qenë të përfshirë në qeveri, të cilët janë deklaruar se i kanë siguruar 2 a 3 deputet, nuk e kemi thënë. Përgjimet me Radojqiqin kanë treguar qartë se për çfarë bashkëpunimi dhe koordinimi flitet kur është marrë vendime edhe për largimin e veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës nga paga minimale. Unë e kuptoj që këtë përpjekjen e pareshtur të kësaj partije që t'i vënë një anë disa përfaqësues që kanë marrë besim nga qytetarët e Republikës Kosovës me listën sërbska kanë qenë të përhershme, nuk janë të rrëtashme. Është bërë përpjekje në vazhdimsi për t'i portretizuar në atë formë, por unë po e them që nëse i shohim zhvillimet, e shohim qartësisht se deri në çfarë forme kanë bërë përpjekje që të bajnë pazare politike për të siguruar votat, vetëm sot qëndrimi i përfaqësuesës komunitetit bosnjak, zonjë Zudabalje. Merreni me mend. Zonja Balje sot e tha një qëndrim shumë interesant. Ai tha që kam pas thirrje prej përfaqësuesve të politikës shqiptare në Maqedoni. Për korektësia, e tha kështu, tha unë kam apliku në Universitetin e Shkupit. E vërtet. Tha dhe për një periudhë kohore, unë s'ko marrë diçka një konfirmim, ose e latë të nënkuptohet që unë s'jem pranu, dhe tani me ka orë si ofertë. Që në rast se votoj, unë të angazhohem si profesoresh në Universitetin e Shkupit. E vërtet. Pra, përpjekjet kanë qenë të pareshtura për të bërë pazare politike të eksponentëve të qeverisë.